Pra Allah I madhruar këtu po tregon dy urtësi që ka krijuar për to yjet. E para, inna zayyanna as-samaa ad-dunya, ne vërtet e kemi zbukuruar qiellin e dunjas. Ka thonë qiellin e dunjas, e dunja është më e ulta. Qiellin e dunjas, sepse ka dhe qiell tjerë. Janë 7 palë qiell që shëdimin e muslimanët. Njëri si për tjetërit. Deri tek qielli 7, e që është edhe fundit. Edhe mbite pastaj është xheneti. E që xheneti është 100 derexhe. Grada, pozita. Mes njërës dhe pozitës tjetër, sa prej tokës në qiell, apo prej sa për njëri qiell në qiellin tjetër. Xheneti është gjigant. Shkalla më lartë, xheneti Firdausit, e mbite arshi Allahut, e mbite I lartë madhrori Allah, te bareke ve taala. E që krejt këtu 7 palë qiell dhe çfarë ka mes tyre, dhe krejt këtë që është nën këtë qiell të dunjas, këtu milione miliarda galaktika me milione miliarda yjesh, këtu nuk bëjnë karshi arshet të Allahut, që shka thonë Abdullah ibn Abasi, dhe kemi cekur, kur kemi folë për të spidohen atje, për kemi cekur edhe me vonë, e kemi cekur edhe në akidet të havije, kur kemi folë për arshin dhe kursin e Allahut Azza wa Jall, se Abdullah ibn Abbas ka thonë, krejt këtu karshi arshit nuk bëjnë posa një rreth, një nazë, më marrë me hedhë, me gjujt me dëshkret të tire. Sa në zanë venë, aja shkret të tire, që ajo nazë, që ajo rreth. Sa në zanë venë, ka që nëzojnë venë krejt këto që atë ceken, dhe tjera që nuk mund dhe nuk dim të cekin, karshi, kursis, dhe kursia bashkë me to karshi, arshet të Allahut të bareke vë ta'ala. La ilaha illallah. Por, që ka si për qiellit të lartë, fund është atë. Përmendje njeriut, përfundon. Përmendjen, mundësit e njeriut janë këto që ai shef, nën qiellin e dunjas. Nën qiellin e dunjas. E qiejt njëri si për tjetrit janë të banuara me melaçe. Ku pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam kur ka në Miraj, se nuk ka shibër një plam zbrast, e që nuk është në plam të fatë, së në gjonë, e që nuk ka ndo një melek në kam, në ruku, apo në sejde, të madhru Allah Azza wa Jall. E që në kupton, sa është numri melaçe, pra, pa fund, vetë Zotit. La ilaha illallah. E adhërojnë, e madhrojnë Allahun, deri tek paria më e lartë, e Allahut, e që janë hameletul arsh, barsët e arshit, dhe melaçe tjera, sikur se Gjebraili, sikur se Mikaili, melaçe që janë pari afert, e të madhët Allah të bareke vë ta'ala. Kthehemi të kajeti. Pra Allahu për thët, ne kemi zbukuruar qiellin e dunjas, bizinet e nil kewakib, me zbukurim, estetiken, shkelqimin, ndriqimin e yjeve. Se që thamë sikur se gurt margaritar që shkelqejnë. Wa hifdhan min kulli shejtanin marid. Urtësia e dytë që cek Allahu për krijimin e yjeve është mbrojtje, ruajtje nga gjdo shejtan i rebeluar. Pra, këto yje, përpos estetikës zbukurimit që japin qiellit, e kanë edhe një detyrë shtesë.
me rujtë qiellin e dunjas nga ngjitja lart e shejtanëve të rebeluar. Nuk I lojnë shejtanët me u ngjit lart në qiellin e dunjas. E çka lypin shejtanët në qiellin e dunjas? Shtash pak flasim, por sa për fillim themi këta dojnë mu ngjit, synojnë mu ngjit, përpjekjen me u ngjit apo me ngrit lart për të dëgjuar diçka. Çfarë flasin me laqet e qiellit të dunjas, çfarë bisedojnë mes vete. E për ta përcjellur pastaj në tokë tek bashkëpunëtorët e tyre. Allahu I madhruar na I cekë këto dy urtësi në këtë sure. Zbukurimin e qiejve, urtësi të krijimit të yjeve, dhe mbrojtjen e qiellit nga arritja dëpërtimi I shejtanëve. Po këto dy urtësi na I cek edhe në surën Tebarek, surën Al-Mulk, ku thot Allah Azza wa Jall: "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha urjuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir." Vërtet ne e kemi zbukuruar qiellin e dunjas bimasabiha, këtu I ka thënë në surën Al-Mulk me kandila. Me kandila. Kandila ka quajtur yjet. Dhe I kemi bërë ata që t'jen edhe meteor, të sulmojnë lish-shayatin, shejtanët. Të sulmojnë shejtanët kur tentojnë me ngjit lart në qiell. Wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir. Dhe për ta, për shejtanët, kemi përgatitur dënim të papërshkruar. Dënim të rëndë në ahiret. Në këtë dunja gjuhen, sulmohen me meteor, ndërsa në ahiret digjen, dënohen me zjarr të xhenemit. Urtësinë e tretë është edhe urtësia e tretë e krijimit të yjeve. Ka dhe urtësi tjera. I madhi Allah e cekë se urtësia e tretë është me udhëzue, me orientue nëpërmjet yjeve. Çka thon Allah në surën An-Nahl: "Wa alamat wa bin-najmi hum yahtadun." Dhe me yje ata orientohen, drejtohen. Me yje. Zatën orientimi me yje ka qenë mira vjet me herët, ka qenë I njohur tek arabët, sikurse nesër musliman që dinë ka kibla. Qysh e gjojmë ne sot leht kiblen, ashtu arabët nëpërmjet yjeve janë orientuar. Zatën kjo edhe ka qenë një prej shkaqeve pse arabët I kanë dhënë shumë përparësi dhe kanë zhvilluar shumë apo kanë qenë shumë të shkallët në astronomi, sepse jeta e tyre u ka imponuar qoftë udhëtimin e për shkretëtir, ku më orientuam midis shkretëtire, qoftë udhëtimin e për deti, po në veçantë në për shkretëtir. Shkretëtira hapur dhe deti nuk ka dallim, njëjtë është ajo. Njëjtë, shkretëtir hub, s'ka pemë, s'ka sen që orientohesh, sikurse në det. As din ka lindje, as din ka perëndimi, as sen, as din. Nëse nuk ke alamate tjera, alamete tjera që orientohesh, yjet lart në qiell, la ilaha illallah. Edhe sa të kësaj dite njerëzit orientohen me to. Fatmirësisht edhe në kam pak njohuri, falë Zotit, më orientu nëpërmjet yjeve. Por pak në krahasim me ata të vjetrit, pak. Sa për me gjetë kiblen moj, mos më isha më shumë. E ballasht. Pra I madhi Allah, Tebareke ve Teala, kthehemi këtu në surët As-Safat, na I cek këto dy urtësi, zbukurimin e qiejve dhe mbrojtjen e qiejve nga shejtanët e rebeluar. Ka thonë rebeluar marrit, sepse shejtanët e thënë urdhat e Zotit. Dhe çdo kush që e thën urdhën e Zotit, ai është rob I rebeluar. Andaj, nëse I thu dikujna, o filan, ti I rebelun ndaj Allahut. Ke fol hakun? Ke fol hakun? O rob I Zotit, o rob I Zotit, ti ke 20, ama ti I rebelun ndaj Allahut. Sepse ai po thot bëj kështu, ti po bën të kundërtën. Ai po thot mëse bëte, ti po bën atë që po të ndalon. E rebelimi çu shoh?
kur del jashta itatit, jashta respektit të zotnisë tonë. Rebelim. Pra Allah i përquan shejtan se janë të rebeluar jashta urdhërit të Allahut te bareke ve teala.